Itali. Piloti humbi kontrollin, rrëzohet helikopteri në zonën Lepres, një viktim dhe 3 të plagosur. Një helikopter me 4 persona në bord u rrëzua mëngjesin e sotëm në zonën Lepres në komunën e Lanzadës, provinca e Sondrios, Itali. Ngjarja ndodhi rreth orës 8:35 kur mjeti ajror humbi kontrollin dhe u përplas në tokë. Si pasojë e aksidentit, një person humbi jetën. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit të Sondrios, por ndroi jetë pak pas mbërritjes. 3 pasagjerët e tjerë kanë mbetur të plagosur lehtë. Mes të mbijetuarve është edhe piloti 60 vjeçar Maurizio Folini, njohur për operacionet e tij të shpëtimit në Everest. Folini ka pasur një dëmtim në dorë, ndërsa 2 pasagjerët e tjerë, një grua 27 vjeçare dhe një burr 54 vjeç, ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet italiane po hetojnë shkaqe të rrëzimit të helikopterit.